Nëse hape negociatën në 2027 dhe nëse korrigjon, do të thënë të jetë reflektar ndaj mënyrës ndaj atyre që nuk bëri dot në qeverisje, ka gjithë shanset me ta gjenerojë qeverisjen dhe të japi tjera energji, ka gjithë shanset. Mendoj që edhe unë të mendoj. Ka gjithë shanset i ta marrë prapë, sepse PD-ja do vazhdojë të endet në diskutimin e krijimit të kredos vet. Me Berishën nuk do ta ketë këtë kredo të re politike për të qenë sfidante. E para, e dyta, të krijohet një forcë e re, derisa ajo të zërë hapësirën e dur, kërkon dhe ajo kohë të rritet, të maturohet dhe të fitojë besimin. Nëse Rama realizon objektivin që hapen negociatat, mbaron, mbyllet kapitulli i negocimit me Bashkimin Evropian në vitin 2027, ai jo vetëm fiton zgjedhjet lokale në atë periudhë, pa diskutim që i fiton se ka dhe infrastrukturë. Ka infrastrukturë, ka pushtetin, ka gjithë në përgjithësi mas pushtetit që kanë zgjedhje lokale. Dhe PD-ja do jetë me dobët akoma, me Berishën në krye. Zgjedhjet e 2029 do jenë thjesht një formalitet, mendoj unë. Nëse do kemi të në situatë si sot, nëse ndryshon PD-ja, largohet Berisha dhe lindi çka e re, atëherë 2029 do të jetë gare fort, gare ashpër.